ju thash që do të gatuajmë sot super pastat. Po themi pakeri, ja ku I kemi pakerit, ja. To pasta hanë shikues me thike piru. Pakeri alla carbonara, por pa panceta. Ja, super verore, po themi, ver. Këtu kemi, në fërterën tjetër kemi një copë të madhe gjalp dhe vaj monini. Do të presim derisa gjalpa ta merr ngjyrën kafe të hapur pasi që ajo do të lëshojë edhe aromën. Do të krijojmë një salcë me vetëm 2 produkte shikues. Kemi djathën parmezan, që kemi shumë djathë parmezan këtu. Kemi 2 vezë të kuqe, që ja, do t'i vendosim direkt të kjo ena. Ja, pra, do të vendosim 2 vezë. Dhe do të vendosim shumë piper të zi. Ja, kështu. Ju thash që është një pjatë shumë e lehtë dhe shumë e thjeshtë. Ja. Meqense se kemi vendos djathë më shumë, do të shtojmë pak nga uji I pastave që të fitojmë një salcë super kremoze. Ja, pra si duket, super salsa, vetëm 3 përbërës. Parmezan, vezë dhe piper të zi. Aroma po vjen. O, zot, full parmezan, ja. Ja, shiqojeni sa kremoze është djathë, nuk është lak. Kisha li bukën unë që tash, wow. Edhe gjalpa, e ka marrë ngjyrën kafe, shikues, ja, vetëm po I presim pakerit, do t'i zijem al dente dhe do t'i zhysim. Do t'ua shpjegoj tani si do t'a fitojmë atë teksturën kremoze, sepse kjo është të trash. Ndërsa do të shkrihen kur do të bashkohen me gjalpën dhe pakerit. Shikues, pakerit na janë zier dhe këtu para juve do t'ju tregoj se si do të fitojmë një salcë super kremoze, vetëm nga djathi dhe veza e kuqe. Pra, këtu e kemi gjalpën, e cila pra e ka marrë ngjyrën kafe dhe ka lëshuar super aromën. Pastat na janë zi, do ta ndalim kështu temperaturën dhe fillimisht te kjo fërterja ku e kemi gjalpën dhe vajin, do të vendosim pak ujë nga pastat, ja kështu. 1 mjafton, kaq. Tani me këtë lugën me vrima, ja, do t'i marrim pakerit dhe do t'i vendosim tek fërterja, ja kështu. Ja kështu. Okej, pakerit I kemi këtu dhe tani do ta marrim krejt djathin, ja kështu, djathin super kremoz, do ta vendosim këtu. Ja. Dhe tani do të vendosim përsëri, ja kështu, nga uji I pastave. Ja kështu. Mjafton. Dhe do ta përzijejmë mirë. Ja, pra kemi filluar që të fitojmë një super salcë kremoze, o zot. 1, 2, 3 shikues, apo e shohim bashk, hajde, ofër. Ja, pra. Ja, si duken, janë super kremoze, vetëm vezë, djathë, gjalp dhe piper të zi, o zot. Tani do t'i servojmë. Koha për me angër shikues, juve ju bëft mirë kur t'i gatuani, ja dua ta shihni sa kremoze është. Ja, pra. Hajde edhe pak, s'po e mbushim edhe shumë. Ja. Tani krejt për fund edhe pak salcë nga djathi, ja kështu. Dhe për fund edhe pak piper të zi, ja kështu. Ja, pa do të shkojmë
Edhe me pjatën time, ca ki ka hangër, ca i kom hangër 2 pjata pasull. Kështu që s'po do në pasta. Kjo është e imja shikues, o zët, o zët. Na bëf të mirë sa e mira, ca ki. Dhe piper të zi për fund, ja kështu. Mamma mia, çfarë pjatë shikues. Kur ta gatuani, ju lumë durt fillimisht, shumë e thjeshtë, shumë e shpejt, shumë e mirë, shumë e shishme. Si me shku në Itali, unë ndonjëherë them, ma mirë se në Itali pi bëj pastat, pasha zotin. Zilja. Në ardhë Dardani, o zot, lumë Dardania dhe lumë ju shikues çfarë recete keni mësu sot. Shkojmë ta marrim Dardani. Ja shikues, edhe unë edhe Dardani po e ngjym. Që të recetë do më thonë? Ha? Do shë ma njësa. Po të ki me bo? Pra bëj, ta sholes ma mirë se në Itali se ti nuk i bëj, po. Shumë kremoza, Po të pak se të kome provu.